Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 15 dhjetor të 2025. Si që shikoni, avash, gradualisht shkuam në mesin e muajit. Mesi muajt quhet 15 e gjysmë, dhe 15 e gjysmë 31. Po 15 e gjysmë themi. Ka një ndikim ose një çështje që ndodh përsa përket çështjeve financiare. Kjo ditë është një ditë që vërtet ka në vetvete mbart gjëra të rëndësishme në punën, në karrierën, në ndryshime, në vendime që merren, por si ditë e hënë është një ditë shumë e rëndësishme dhe mbarsi një uroj, një ditë mbar dhe javë të mbar uroj. Por me që se përket dhe me datëlindjen time, që kjo do thotë që disa çështje janë ndryshe nga që mendojmë, por dhe unë mendoj sepse kur ke ditëlindjen gjërat ndryshojnë më ndryshe, do thoni juve, po pse më Jorgo çfarë ndryshon? E merr një hap më përpara, jo mbrapa, më përpara, pra që do të bësh, sepse do të realizosh gjitha, sepse nuk është koha ikën. Sepse çdo ditë, çdo orë, çdo muaj, çdo vit zbritet nga pesha, nga gjëra të mëdha që kemi. Po gjithsesi. Kështu që Kryusi ka dhënë letër me vlerë për të jetuar. Kjo ditë duket se data 15 dhjetor, ku kemi ndikimin e Marsit, ku Marsi kalon në Bricap. Atë kalon në Bricap do thotë në shenjën që ndihen më shumë rehat, duke shprehur veprimet, ambicjet, kërkesat. Shenja e Saturnit, që është guvernatori i Bricapit, siguron sipas astrologjisë dhe kohës së duhur të gjërave që kanë të ndikuar në këtë drejtim dhe mundësitë e arta që kanë të bëjnë, dhe kjo do thotë sipas astrologjisë tradicionale të mjedisit ose ideale për planetet dhe veprimet pasi përveç entuziazmit, vitalitetit, energjisë për të arritur në qëllimet e veta. Ajo që ka dhe disiplinën, këmbguljen dhe durimin dhe shumë dëshirë, por dhe organizimin, strategjinë që duhet dhe është e nevojshme për para zbatimin në çdo plani deri në fund. Nga ky pozicion, ajo që do ndikojë më shumë në shenjat impulsive, dash, gafore, peshore dhe Bricap, ka një shans shumë të madh, një mundësi të artë për sa i përket zgjuarsisë, maturisë dhe vendimeve që merr. Por gjithsesi është momenti dhe koha më ideale e që ndonjëherë, sepse kjo periudhë ndryshon mundësinë dhe momentet e duhura. Gjithsesi, periudhat ku ndodhin fenomenet të kësaj dite kaq të rëndësishme është dita e hënës, ku jep mundësi dhe rëndësi në vendimet që marrim, por gjithsesi është koha më pozitivja dhe më e mira e që ndonjëherë. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore këtë të hënë, dhe unë uroj mbarësi dhe një javë të mbarë, pse jo, do jetë shumë e mbarë. Përpara se të them bashkimet e detajuara të 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkim të detajuar, atëherë kemi këtë faqen këtu, faqen rozë, se rozë kanë vaftisur, rozë është astrologjia, në lidhje me ato që dedikohet përsa përket njerëzve, do të thotë që momenti që është çështjet më pozitive dhe korrekte nga ana e punës dhe karrierës, në një moment që ju e keni ose doni të bëni një abonim, atëherë keni gjitha paketat atje dhe duke klikuar jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe doni që të dërgoni një mesazh, atëherë kemi pikërisht të butonin tu, që të merrni mesazhin në kohën që dërgoni, sepse nuk e dërgoni dot nëse nuk bëni subscribe. Duhet bërë ai drejt atje, e klikoni atje dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për një like ligje në lidhje me çështjet që kërkoni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, shenjën e zjarrit që përfituesi kryesor për këtë fillim javë që është shenja e Dashit. Një javë të mbarë dhe ditë të mbarë ju uroj. Dhe ka për të qenë duan apo s'duan të tjerët. Dashur të dashur, është momenti, koha, periudha kur ndodhin fenomenet. Një moment kritik dhe pozitiv, përsa përket 1000 arsye
që ka të bëjnë ekonomia, ka të bëjnë dashuria, ka të bëjnë vendimi, ka të bëjnë ndryshimi. Ndryshimet sidomos janë shumë madhore dhe pozitive në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Bricap dhe me Luan janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e demit. Për demin duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Por çfarë ndodh në anën tjetër, atëherë do të themi që ndikime që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen në fushën e karrierës dhe të çështjeve që ndikohen në anën tuaj, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për të bërë zgjidhjen e duhur në lidhje me anën ekonomike dhe financa, sepse në lidhje me financat është një moment mjaft i mirë dhe pozitiv në atë çka juve doni të bëni dhe të realizoni, por gjithsesi është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive në ekonomi. Ekonomia është ajo që është baza juaj, është momenti juaj që do të zgjidhni problematikat e ndryshme që juve keni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep të ditëshit të tretë, sepse Dem me Akrep, Dem me Virgjesh është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, si do të thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, çfarë ndodh me binjakët? Binjakët kanë disa mundësi, disa çështje pozitive, çështje të arta në lidhje me ekonominë, në lidhje me mundësinë që ju jepet, por në një farë mënyre duket se gjërat janë në favorin tuaj, e keni të gjitha mundësitë për sa i përket çështjeve financiare, për sa i përket disa ndryshimeve që do të keni tani e tutje. Kjo është një mundësi mjaft e mirë, edhe pse keni probleme, edhe pse duket se kjo periudhë është e juaja dhe lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me ndryshimin e madh që do të keni dhe pozicionimin e planeteve, nuk e diskutojnë që është diçka që për shembull e ke diçka në dorë, bie nga dora dhe e kërkon ku është, ku është, dhe si bie sepse e ke mendjen vend tjetër. Po ta kesh vendin aty ku ke atë ke këtë e shikon në detaje, vi për dhe. Është problem. Pa duhet pasur që kujdes në këto gjëra, gjithsesi ka të bëjnë me anën e financave dhe të biznesit. Në lidhje me dashurinë duket se ka të bëjnë me Dash dhe me Akrep. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e Gafores. Për sa përket gaforeve, gaforët duket se tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, ku gjërat dhe kërkesat që ju keni është mundësia më e mirë e mundshme për ekonominë dhe vazhdimsinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem të ditës së parë dhe Peshk është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë Luani. Për sa përket luanëve, luanët janë mjaft pozitiv në çështjet e tyre dhe komunikimin që ata kanë. Por nëse marrëm me tregti me jashtë flasun, se këtu në Shqipëri okay, e di unë, po me jashtë keni kujdes me doganat. Keni kujdes me doganat se një dokument që do t'ju duhet, mund t'ju mungoj. Telefonin e keni me vete. Shikojeni mirë se nuk është problem se mungon dokumenti, se keni dokumentin në telefon. Ata nuk e pranojnë. Ato dokument për njëjti. Ata ka të bëjë me këta. Me këtë kujdes, dakor, do ta bëj dokumentin unë. Jo këtë. Sepse është diçka që jo se për uleni. Jeni shumë të zjarrt dhe jeni shumë të dashur. Arsyeja që nuk kupton pala tjetër. Keni kujdes këtu. Gjithsesi, dëshirës e juaj bën si do e vazhdoni tuaj, mos lodheni, o ku diun, po keni kujdes nga kjo. Sepse do ikin disa lek pa kuptuar. Çështjet e dashurisë me Dash dhe me shigjetar është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës që do të thotë Virgjëresha. Për Virgjëreshat diskutohet, nuk e vën dyshim për arsyeën e punës së tyre, për karrierën e tyre, për mundin dhe djersën që ata kanë derdhur. Është momenti tani për të përfituar në gjërat më madhore që ata kanë. Sepse data 15 është ndikimi dhe favorizimi më i mirë i mundshëm që ndonjëherë. Në lidhje me çështjet që lidhen me takime, lidhen me vendime, lidhen me punën e tyre, është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështjet e dashurisë, duke se me binjak dhe me ujor duket më para. Vijojmë tek shenja e Kripës dhe e Piperit. E dini kush është, Peshorja.
nuk e diskutoj. Dhe peshore merr pjesë në ditën e sotme, merr pjesë në lidhje me anën e biznesit, karrierës, ekonomisë, dashurisë jo, nuk i them dashurisë sepse janë të dashuruar, i dashuruar, por është prishi Terezi për një Coca-Cola ose për një tort. Këto janë domethënë problemet. Drejtje e mori, jeni zgjidhjen, në vend Coca-Colës merrni një Sprite. Prap njësoj është. Kështu që pije gazuar është. Lëng frutash, ose blej një pajisje që bën lëng frutash, është më mirë për juve. Që shpëtoni nga këto të gazuarat. Kjo është anë e mirë për juve. Për shëndetin e dashurisë, shëndetin se diku do i prishësh ato para që ti po kursen nga shëndeti. Por diçi gjë se koha vjen shumë shpejt. Ju dëshira është e juaja. Por gjithsesi peshorët kanë një mundësi shumë të mirë tani edhe një moment mjaft pozitiv. Por ujor, kaforre, peshk është jeta juaj. Shkojmë tek akripët tani. Çfarë ndodh me akripët? Akripët janë surprizë. Kanë surprizime shumë të mëdha. Mundësi të reja në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet që ata kanë. Favorizime dhe konsultime që do të bëni në këtë ditë kaq të rëndësishme, por dhe të furishme në lidhje me punën aktuale, në lidhje me ndryshimet që do të keni. Por unë do të themi diçka, miqtë e mi të dashur, nëse dëshironi ose juve e dini vetë, por pikërisht kjo ditë e hënë, ju keni në vende kyçe, në dogana, në banka, në exchange, ju keni shumë kujdes. Por ju keni në banka, ka një kontroll, rutin. Por ju keni në dogana, ka një kontroll të imësishëm. Dhe për ju keni në rol drejtues, disa fjalë do të dëgjoni. Të treja këto degë, që janë shumë të rëndësishme, vende kyçe, bëhet fjalë sepse keni bërë ndere, dhe prisni ndere. Jo, do jeni heder, sepse qysh ku çfarë pak rëndësi ka. A ka zgjidhje ky muhabet? Po, ka. Sot për sot, mbas orës 14:30. Dhe shikoni vetë, me bindje plot këtë gjë, nuk ja them për të kaluar kohën ose para përgatitje është. Ju e keni mundësinë që dhe t'i arrisni qëllimin sepse ka një diçka. Mes asaj që bëhet dhe mes asaj që është e paralizueshme. Në rastin konkret është momenti juaj dhe koha e duhur në atë që bëni. Por gjithsesi, në dashuri duket se është me peshk. Shkojmë tek shigjetarët. Shigjetarët duket se ndikimi i punës dhe karrierës është një moment mjaft i mirë të pozitiv, por gjithsesi koha ka treguar që me gafore dhe me virgesh mund të bashkëpunoni. Dashuri me peshk dhe me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britsjapëve. Për britsjapët duket se kanë momentin dhe kohën e duhur për ekonominë, stabilizimin, ndryshimin e madh që kanë ata. Por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë dhe pozitive. Por dashuria me gafore është idealja bini pas. Ujori thotë që në punë dhe në ekonomi, në këtë të hënë është mjaft pozitive, por do të jepet një mundësi në lidhje me një rritje në detyrë, keni kujdes në këtë rritje, pranojeni pak më vonë tani. E keni të domosdoshme. Prisni pak, drejtje mori, nuk erri fundi botës. Se nuk e morë, se e mori dikush tjetër, belan do gjej. Keni kujdes. Çështja shpirtërore lidhje që kanë bërë me dem dhe me shigjetar është perfektja. Peshqit, arsyeja pse jeni juve në majtë të listës, jeni sepse keni mundësinë për zgjidhur problemet që keni. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bërë me shigjetar dhe me luan është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme dhe të kujdesshme në anën tuaj. Kujdes më tepër se sa e rëndësishme për dhe kujdesin dhe për gjërat e mira, por gjithsesi keni kujdes dhe vëmendje. Por para se të ndajmë bashk, unë ju kujtoj se doni të abonoheni dhe e keni damenjen, keni astrologu pikal. Keni një foto atje të vogël, lart fare, klikojeni, mos u lodheni tek gjitha gjërat që kanë atje, por bini pas dhe shikojeni tek foto, jeni gati pastaj
për të dërguar mesazhin në kur keni bler paketën dhe jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit e Skype-it. Në mënyrë pulla. Jetë mira.